Bazuar në kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, sipas avokatit Çelaj, kishte kaluar direkt në kërkesën për marrje rishfeti me qëllim që 5 të pandehurit të mos i dërgojnë në ndalim për 48 tetor. Me datë 11 tetor 2025, rreth orës 15:30, avokati Miftar Çelaj, i cili ishte mbrojtës e autorizuarit të pandehurit 3.A, e takon prokurorin para objektit të prokurorisë në Prizren, të cilin e njofton se ka informacion të sigurt që pala kundërshtare posedon armë. Prokurori nuk e përfill këtë informacion dhe i drejtohet me fjalët. Apo dën me t'i lshu krejt, por diçka dohet se ata po kanë me marr avokat, me njëherë ty dhe Blerim Azrekun. Në të kundërt nuk foli më për këtë punë, të 5 shkojnë në ndalim. Mirë po me që Çelaj nuk ishte dhënë rishfet, prokurori Shala kishte caktuar masën e ndalimit për 40 tetor. Pas këtij takimi, Çelaj e kishte denoncuar me njëherë rastin te kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu. Kryeprokurori Kryeziu, duke i shfrytzuar autorizimet e tij, kishte lëshuar masën e fshat atë simulimit. Rasti i parë është paraqitur nga një qytetar, për mendimin ton, një bashkëpunues i respektuar dhe i ndershëm, për cilin vazhdojmë ta kemi respektin, i cili nuk ka zgjedhur t'i bashkuhet krimit, por ka zgjedhur të godast dhe të trokas në derën e drejtësisë, ku në ditë vikendi, në ditë të diel, më ka kontaktuar në numër telefonit, ku nuk e kam ditur se kush është, kur e ka parë që nuk po i lajmërohem, atëherë ka lënë një tekst mesazhi dhe më ka informuar që një kolegi imi po i kërkon të rishfet. Brenda pak minutave në këtë zyre ku jemi, e kam pritur qytetarin dhe aty kam hapur proces verbalin. Menjëherë në ditë të diel kam marrë intervistën prej tij, deklaratën e tij dhe përveç deklaratës ai ka dorëzuar edhe prova materiale, të cilat nuk do t'i bëj të ditur tani në këtë fazë. Për këtë rast, prokuroria kishte aplikuar masat e fshata për fshira të simulimit. Ajo që mund të them, dhe që e thash edhe paraprakisht, kemi aplikuar masat e veçanta hetimore të paktën 3 prej tyre, njëra prej tyre dhe simulimi ka qenë, dhe pritet që të shkëmbeheshin të hollat. Pjesën tjetër është fazë shumë e hershme që ta ndaj me ju, por ajo pjesë do të sqarohet dhe do të kuptohet më vonë në gjykatë. Avokati Çelaj kishte pranuar të zbatonte masën e simulimit duke i përgjigjur tentativës së dytë të prokurorit Shala për marrje rishfeti. Këtëherë ai kishte ofruar mundësinë e mos parashtrimit të kërkesës për caktimin e paraburgimit prej 30 ditësh. Për këtë avokati Çelaj ishte takuar me prokurorin Shala një ditë pas, më 12 tetor. Ndërkohë, me datë 12 tetor 2025, rreth orës 10:23, përmes aplikacionit WhatsApp, prokurori e telefonon avokatin dhe zhvillojnë bisedë duke u dakorduar që të takohen fizikisht. Pas pak minutave, prokurori i shtetit me veturën e tij të markës Seat, ngjyrë hiri, paraqitet 30 metra afër shtëpisë së avokatit në Prizren, ku edhe takohen dhe i bën me dije që në këmbim të premtimit për mos paraqitjen e masës për sigurinë e prezencës së të pandehurit në procedurë, duhet të përfitojë materialisht vetë prokurori. Çelaj thot se bashkëpunoi me prokurorin pasi ndjej obligim ligjor e moral. Ne kemi obligim që ta ruajmë këtë shtet, ta qesim këtë sistem në binar të duhur, që nëse ne si avokat lejojmë që gjana tilla të qarkullojnë në këtë sistem, atëherë ne nuk kemi sistem të drejtësisë, po kemi sistem ku ligji funksionon mbi bazën atij që paguan e jo mbi bazën atij që ka të drejtën. Andaj edhe një herë për mua ka qenë sfidë e jashtëzakonshme për me paraqit këtë rast, por me qenë se e kum paraqit, e kum pa që kemi obligim moral, shoqëror, ligjor dhe në gjitha aspektet, gjitha rastet të korrupsionit, kërkesat për me dhënë mito, me dhënë rishfet, ti paraqesin para organeve të drejtësisë. Pas arrestimit, prokurori i departamentit të përgjithshëm në Prizren, Bejt Shala, është pezulluar nga detyra me vendim të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ndërsa me kërkesë të prokurorisë speciale, gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Mirë po avokati i tij Naim Rudari thot se nuk ekziston dyshim i bazuar mirë për kryerjen e veprës penale marrje rishfeti në asnjë nga rastet që po hetohen nga prokuroria. Caktimi i masës paraburgimit është absolutisht e panevojshme, e parësyshme gjithsesi, po ashtu edhe pa mbështetur ligjërisht, sikurse që ishte edhe vetë arrestimi kundërligjshëm, nuk ishte fare nevojë as arsye as mbështetje ligjore që një prokuror shteti të arrestohej brenda ditës në zyrën e tij, në prezencën e kolegëve, në prezencën e palëve tjera, në syrën e kamera, pra më shumë gjanë në një poshtrim me nënçmim e thyrje dinjitetit të tij,
sesa në zbatim të ligjit në mënyrë të drejtë, me qëllim për të përfunduar një hetim të domosdoshëm. Avokati Rudari pretendon se në hetimet e zhvilluara me masën e fshatës simulimit ka pasur nxitje, sipas tij kjo ka ndodhur pasi prokuroria ka dështuar me provën e videoingjizimit me avokatën Drenush Berisha, andaj ka nxitur masën e simulimit, përkundërse sipas shkresave të lëndës, fillimisht prokuroria kishte zhvilluar hetimet për simulim me avokatin Miftar Qelaj, e më pas kishte ardhur në adresë të prokurorisë prova e videoingjizimit me avokatën Berisha. Prokuria pretendon se një vepër penale ka ndodhur në gusht të vitit 2022, ku janë publikuar në media disa materiale, e që edhe nga ato rrethona rezulton se nuk është përmbushur figura e veprës penale konkrete, e që në vijimësi e në vazhdimësi për të arsyetuar dhe argumentuar atë që ka pretenduar se ka ndodhur në vitin 2022, pra është provuar që të simulohet, e në simulim të ketë edhe stimulim, që dhe më thotë nxitje në simulim, që është absolutisht e palejuar ligjërisht. Kush ka nxitur stimulim? Po me gjas prokuria tash në betejë për të siguruar provat, sepse të simulimi... Videoingjizimi është pranuar nga ana e prokurisë në bazë të shkresave të lëndës pasi është bërë simulimi. Për cilën ingjizim është fjala? Për videoingjizimin me avokatën Drenush Berisha. Sikur prokuria ta kishte provat dhe argumentimin e figurës së veprës penale që në gusht të vitit 2022 do të duhet vepronte. Kryeprokurori Kryeziu ka thënë se nuk ka pasur nxitje të simulimit,